Çfarë do t'rregojmë tani? Do t'rregojmë Fillojmë me mafishet. si i përgatitëm mafishet Pra kam 3 verda vezësh, 3-4 sa të dëshironi ju. të bardha. Bëj të bardha. Bëj rrajen në fillim avash. Shtoj pak krip. Sheqeri pluhur të lutem Niki, ajo kafja aty. Shtoj volumin. Shtoj masën e sheqerit pluhur, avash avash. Unë e kam me pak kanell. Që i bën më kremoze, i lis pak. Sepse marenga do sheqerin pluhur. Duhet që masa mos të bjerë nga ena që po e përgatisim. Do të qëndroj kështu si re. Duhet të jetë mas e fort. Dikur ky proces bëheshe me piruna. 3-4 piruna. Unë besoj dhe kësaj dite me pirun bëhet me një pirun. Kjo, me një pirun. Kurse revania dhe keku bëheshin duke lidhur 2-3 piruna bashkë, të donin, po. Unë dhe sot e kësaj vite e përdor, kur dua të rregulloj Terezin time në darkë. Por thjesht, vezën e rangun në fund fare shtojmë të verdhën, apo të kuqen si e thonë disa. Edhe hanim ashtu siç ishte, pa pjekur. Po, te feta e bukës, po me bukë e bënim dikur. Rihet aq sa reja nuk bie. Ta provojmë një, se mbase u bë. Unë e kuptoj nga shkëputja Ansores. e marengës e ansore. E lëm hapur, një kilore hapur dhe nuk e lëvizim tepsin. Përse lihet hapur, Pak të zgjyrë kanë. sepse nuk krijohen të çarat të marenga, të mafishja. Ja, kjo është prova. Një sekondë tash, prit. Që pavarësisht se mund të jesh e sigurt, prapë s'ka një frikë që mund të bjerë. Ose s'ka nevojë sepse unë shoh se kjo këtu. Dhe përderisa këtu, Ja. U bë gati marenga. largojmë Nuk e rrezikuam dhe vi me Terezin ton për t'i vënë lug tani. me një lug. Super për fëmijët. Unë t'i bëni me ngjyrues, ë? Nala. E mora vesh, po duhet të jeshi çik ashtu. Lëm që të pushojnë pak. Dhe do hiqen kollaj pastaj, pasi të jenë ftohur. Në temperaturë 100 gradë. 100 gradë. Për gati. Sepse luga duhet jetë e ftohtë, jo të vishet me këtu. Kush është më e vogël, aty e shtojmë. Ja, pra këto ishin mafishet e dikushme. Ato që shohim ne, që janë me ngjyra në pastiqeri, janë me ato ngjyrusat e largojmë ngrëshëm, dhe kuzhinës. e vendosim po të djerë. Shëndzet, e di që shëndzet, po ja doja të prekja një prej këtyre, du të ftohen pa të kalojnë dhe të xhungjiten nga letra, kur ftohen ato dalin vetë. Se do të vendosim edhe marim dhe byrekun. Po. E vendose, pra? Byrekun në vendin e parë lartë,
duke rritur dhe pak më tepër temperaturën dhe i lëmë të piqen. Ndërkohë, këto ftohen, patatet skuqen e kalojmë pak në publicitet dhe rikthehemi për të shijuar dhe për të vazhduar me punën në kuzhinë. Tani heq kapakun që të skuqen tamam. Duhen të ftohen pak që të shkëputen nga letra. Po pres ta marr njërën. Mos e prish punën time. Mos e prish punën time. Publicitet. Mos e prish.